këtu se do ikim Adrola. Mirëmëngjes, sa po dolëm, u bëm gati, me zi jemi bërë gati. Tani kemi dhe një 2 punë vogla, para se të nisemi, edhe po, gati pastaj për rrugë. Nuk jam lyer fare se mora shumë kohë për të bërë gati, por nejse, kur të arrim aty do lyer para se të dalim. Sa po erdhëm, po marrim për të ngrënë tani edhe do gjejmë shtëpinë, po nuk po lidhim dot internetin. Kështu që një rrugë e 2 punë, do marrim për të ngrënë, do lidhim dhe internetin. Sa po erdhëm te shtëpia, sa po hutëm brenda domethënë, dhe t'ju tregoj pak ku do rrim sot. Këtu direkt është hyrja. Këtu është banja. Nuk po e gjej dot dritën tani, po nice. Këtu është banja me çdo gjë të nevojshme. Futemi te korridori, këtu është dhomë e gjumit, shumë e bukur, e lezetshme, shumë mirë. Dalim që këtu dhe këtu është salloni dhe kuzhina, edhe Adrolka. Ja. Edhe që këtej kuzhina. Okej, e bukur, e lezetshme, e vogël. Me çdo gjë të nevojshme. Këtu ka një raft që është për këpucët. Tani si fillim do ha mirë bukët që morëm. Pastaj do shikojmë ku do ikim si fillim. Domethënë do ikim në Prekaz, te shtëpia e Adem Jasharit apo te këto një qendër tregtare ose kemi parë edhe një si tip kopsh zoologjik po që ka vetëm arinj. Pastaj shkojmë atje, do shikojmë me të parë dhe me të bërë çdo gjë. Mama, vai vir posta aty? Te lodra di fare këtu. Tuta po e kurosur. Tutat, gjithset. Dolëm me vendosëm, do ikim në Prekaz njerë, më pas të shikojmë. Unë do lyem në makinë se menduam se do na shkonte shumë vonë nëse se do lyesha në shtëpi, kështu që dolëm i mora me vete dhe make-up të këndshëm në makinë. Këto i vesha të zhëbrosura se nuk gjeta ekur. Nejse, s'ka gjë. Ishim te Prishtina mall, shkuam vetëm te Sinsej edhe pam shumë pak kështu vërtall. Tani po marrim për të ngrënë dhe do ikim direkt në shtëpi se jemi të vdekur, të putur fare, domethënë nuk kemi më pikë fuqie. Mua më kishte vajtur mendja për doner, si kishim bërë në herën e parë që ishim në Prishtinë, kështu që kemi ndoshta 20 minuta që vërdallisemi kot për të gjetur doner. Edhe më në fund e gjetëm. Do i marrim tani edhe direkt në shtëpi, se kemi dhe Big Brother sot. Zuar dhe të marrë. Rom, shumë putë.
sit with you. Remembering the holiday. Crema një herë. Mirëmëngjes. Nga një njeri i smur, po mbushi makinën me gaz, me benzinë, me gjitha këto, edhe po nisemi për te kopshti zoologjik që është në Ari. Shkuam pak në qendër te Newborn, nëse është ajo qendra, vetëm pam pak kështu nga makina, nuk ndaluam. Po nisemi atje, më pas pastaj për në shtëpi, se kemi goxha rrugë, 4 orë gjysmë rrugë. Kështu që duhet të kemi shoferin të shpllatur. U lodhëm shumë, po ama ja vlen. Qa është shumë bukur. Kishte që fola ta bënte edhe një herë këtë labirintin. Ka shkuar me Indrin aty brenda. Zot, unë vdisha, më djegin shumë, po shumë syt, nuk e keni iden. Kemi ndaluar diku këtu tani që nuk e di ku jemi, po do marrim në një gjë për të ngrënë, që të lidhim edhe telefonin, se për ndryshe nuk ikim dot, nuk dim rrugën, nga që s'kemi internet. Unë vazhdoj të jem me smur, me gryk, me hund. Nëse, bëhemi gati t'i kemi shtëpi. Kemi 4 orë gjysmë rrugë. Vetëm kur e mendoj, nëse i ka. Kemi ndaluar pak të bëjmë pushim, po unë nuk ri dot jashtë fare, nuk e di, po më djegin shumë syt. Ndoshta nga që më janë lodhur e nuk kem fjetur aq shumë gjumë, po prap nuk e di çka kam. Më djegin shumë dhe më lotojnë her pas here. Nuk e di. Mirëmëngjes nga shtëpia. Sot kam qenë pak më mirë, jo edhe aq sëmur. Jam marrë me punët. Jo me të gjitha, po kam hequr sa rëmujra që kishim lënë nëpër shtëpi. Tani do heq edhe këto rëmujra që kam këtu, që i kishim me vete që dje. Ti çoj nëpër vende edhe të vras çantën. Tani, nuk është se bërëm në një pazar të madh në Kosovë, po të gjëra që kisha marrë me vete, dhe ta të largura se me adrollo duhen patjetër, sidomos në makinë. Pasaportat, që nuk është se hyj në punë, po për siguri duhen marrë. Këtë që ma ka dhënë motra, e marrë gjithmonë me vete, se kam prerë se thonjsh, kam lima, gjëra kështu që duhen, si përmos gjatë udhëtimit, e marrë gjithmonë me vete këtë. Po i lenja kështu që do t'ja u tregoj çka kam marrë. Krarin sigurisht, make-upet,
Kjo çanta më është bërë zyrë për nise. Këtu kam parfumet që nuk i përdora fare, nuk e di pse, nëse. Këtu te kjo tjetra kam tampon, që nuk po i hap t'ja tregoj. Kartopiceta, që të i gjithmonë këtu në çanta, mikrofonin, këtë që bëj video, që nuk i përdora, anti-djersa Endrit, anti-djersa ime, kapsa e flokëve, syzet, që disa gjëra do i le prap këtu, parfumi Endrit, bateria që do i karikimin e telefonit. Ky libri na ra tek një pakosh që i morëm Madrolës, ishte 3 euro dhe unë e dija në fakt se aty thoshte ka 9 libra, apo 10, nuk e di, 10, 3 euro. Edhe thash po ja marr. Kur e hapa pakon, kishte vetëm një libër edhe shumë gjëra kështu, për të ngrënë patatina, kek, lëpirse, gjatë të tilla. Edhe ky libri, Macja Hana, edhe nuk e keni ide sa histori e bukur që ishte, shumë e bukur. Ka dhe figura, edhe një histori tepër të gjatë edhe tepër të bukur, që ka shumë libra që i ka Adrola aty, që janë të mëdhenj, me figura, me gjëra. Dhe nuk kam kaq histori sa ky. Fantastik, shumë i bukur. Kush është në Kosovë, ti blej këto librat. Ka një histori tepër të bukur. Pastaj, shkuam tek një dyqan me 1 euro lent se kishte. Atje mora vetëm këtë, që më bështjellë se një auqë Adrola, po nejse. E mora për mishin, kur të dalim për piknik, ta vendosim mishin këtu, edhe duket bukur, estetike, edhe për punë. Ja, është nga të dy anët shumë e mirë. Kisha parë në fakt edhe këtu në këto dyqanet me 1500, po si kjo nuk është në kishte zënë syri, kështu që mora këtë. Pastaj, poshte dyqani me 1 euro, ishte supermarket, më duket se ishte Viva Store ose Viva Fresh, nuk e di diçka e tillë, dhe kishte një stand të Essence dhe një stand të Catrice, që gjërat më duken shumë lirë se në Shqipëri, por që unë nuk është sigura shumë re se Adrola për intervju, mora vetëm këtë të Essence, këtë lip gloss, kam pasur edhe një tjetër këtë, kështu që thash për rimar ishte 1.3 euro. Më duket A.2, A.3, po diçka e tillë. Edhe e mora. Këto do i çoj nëpër vende. Këtu pastaj kam te çanta disa rroba që gjysma do i jep për të larë, ato që si kemi përdorur t'i çoj nëpër vende. Ja u kam treguar pak a shumë me video se ç'a kemi bërë, po t'ja shpjegoj edhe pak më mirë kështu. Sa po arritëm, u shplovëm diku te 20 minuta dhe pastaj u nisëm për në Prekaz. Rruga ishte diku te 1 orë pak, ishte shumë e mirë. Ne nuk e dinim, po ne kishim shkuar në përvjetorin e luftës, domethënë në atë datë ishte bërë lufta në Prekaz. Ja u super sugjeroj, nuk e di po aty të mbushen syt me lot. Seriozisht e kam përjetuar nuk e di, duhet të shkojmë që ta provoni. Vizituam shtëpinë e Demjasharit, kishte edhe disa shtëpi të tjera, por që ne u ndalëm vetëm aty. Vizituam Varezat, pastaj u futëm edhe tek një, nuk më kujtohet si e kishte, po memorial, ku ishin si për shembull vegla pune, orendi shtëpiake, veshjet, ishin armët që kishin luftuar, edhe një gjë tjetër që unë nuk kam filmuar, po unë gjitëm te një pjesë lartë, ku ishte një si tip, po e quaj kasolle unë, ku Ademjashari kishte ndënjur për të vëzhguar gjithë vendin, shtëpinë e të tjera. Këto vizituam ne pak a shumë, nuk e di nëse kishte ndonjë gjë tjetër për të parë. Pastaj që aty u kthyem prapë në shtëpi, më pas kemi shkuar tek ky dyqani me 1 euro që u thash edhe te supermarketi, e më pas shkuam tek Prishtina Mall. Nuk është se e bëm shumë atje, shkuam vetëm te Sinsi, më duket se ja u kam thënë, ndjes nëse po përsëritem. Dhe shkuam në shtëpi, pushuam, pam Big Brother, tek shtëpia e Ademjasharit dhe ky vendi memorial ku ishin këto gjërat, ishte çdo gjë pa lek. Pastaj kthehemi te dita tjetër, u bëm gati normal, pastrova pak shtëpinë, e lash në rregull siç e gjetëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Duhet ta keni të gjithë parasysh që në çdo vend që shkojmë në shtëpinë e lëm ashtu si e gjetëm. Mbushëm makinën e të tjera dhe shkuam në Pylli i Arinjve, që me sa kuptova unë ishte në Gërmi, nuk e di, nuk jam e sigurt, por që hyrja ishte 4 euro për person për të rritur dhe 2 euro për fëmijë nën 4 vjeç më duket.
Nëse paguan 10 euro, atje ishte çat ju them shumë bukur. Kishte shumë gjëra të bukura dhe rrugës, domethënë ishte shtegu për tek pylli Arinde. Për shembull ishte një vend që provoja sa mund të kërcesh, për shembull sa miu apo sa kërkaleci apo sa lepuri, sa zhapa, nuk e di diçka e tillë. Më pas ishte një tabelë që tregonte të gjithë emrat e Arinëve që ishin tek ky vendi. Më pas ishte një si vend ku kaloje dhe kishte zhurma të Arinëve, me sa kuptova unë, se unë nuk u futa e bëri Endri, mbylli sytë dhe kaloi aty. Qa përjetojnë Arinë nga mosha kaq dhe në kaq, nëse ndjes në qoftë se gabojnë ndonjë gjë. Më pas ishte një si tip labirinti që ti me anë të pyetjeve gjeje se nga ishte dalja. Ishte një si tip shpellë, tregonte ku jetojnë Arinë. Ishte një si tip balkoni, më pas që shikoje nga lart të gjithë pjesën ku ndodheshin Arinë. Ishte një si fole zogj në tem ku mund të ngjitesh normal, të gjitha ishin shumë bukur. Pastaj ishte një vend ku tregonte folete milingonave. Ishte një kafaz që tregonte që kanë jetuar ari në vend të tillë, edhe një ari kishte ngordhur sepse këta të restorantit, kur kishin mbyllur restorantin, e kishin lënë brenda në kafaz një vit dhe kishte ngordhur. Këto paka shumë me sa mbaj mend unë. Pastaj ishin arin që tregonin dhe emrat e tyre, moshën, racën e të tjera. Shkoje deri në fund dhe më pas ktheheshe sërish për tek dalja. Pastaj, nëse do më kujtohet ndonjë gjë tjetër do t'ju tregoj. Më pas ndaluam tek një vend që morëm këto gjëra për të ngrënë edhe na bëri përshtypje sepse ishte komplet me tabela me shkrime serbe, me flamuj serb, nuk e di ç'a ishte ky vendi, por s'më erdhi mirë, nuk na erdhi mirë fare. Edhe më pas nisëm, bërëm rrugën e të tjera e të tjera. Dje nuk filmova më pastaj kur erdhëm në shtëpi se siç ju kam treguar gjithë rrugës isha shumë keq pas syt. Më dishnin shumë. Edhe ja ku jemi sot për t'ju treguar çdo gjë që bëm, paka shumë. Por sot nuk kemi plan, nuk e dim ç'a do bëjmë. Më vonë pas të shkojmë pak te mami Endrit, se kemi disa ditë pa shkuar. Nuk e di sa po më dëgjoni se këta të dy po bëjnë zhurmë te konosi. Duri vale. Edhe makarona. E ke bërë bukur? Ti zonë për ty. Po turin me çaj ke bërë? Me çokoladë? Ai jetë. Mora olën nga kopshi dhe harrova të merja biskota. Nga ato biskotat për të bërë tiramisu, nga ato savoiardi. Mora unë, po i kemi ngrënë. Na hashin gjërat e ëmbla, kështu që ato kishim në shtëpi i hëngrëm. Tani mua më duhet të bëj tiramisu. Kam qumshin te frigoriferi, kam panën, kam edhe krem djathi. S'kam biskotat. Edhe kur rika të merja olën, thash do marr biskota dhe prap harrova. Nëse kur të dalim pastaj më vonë, se duhet të dalim patjetër që të shikojmë për një fund të verdh për olën, për festën e ditës së verës. Mbas e shkojmë pak te Jumbo ose te Waikiki, ku të mundemi të gjejmë. Edhe do kthehem të marr edhe biskota që ta bëjmë nesër të paktën, se sot iku nuk e bëj dot. Po kam frikë se më ka skaduar qumshi, prisni ta shkoj një herë. Më ka skaduar qumshi. Duhet bler dhe qumsh tani. Nice. Flokët më janë zgjatur shumë, nuk e di sa arini t'i dalloni. Për t'i prerë nuk e kam ndërmend, po për t'i lyer nuk e di ç'a të bëj, se edhe këtu më ka dalë shumë boja, më janë zbardhur. Më thoni një mendim ju, t'i lyej pra kështu, apo të pres që kur t'iki në korsh t'i lyej sërish bjonde. Siç e thash, për të prerë nuk e kam në plan, sepse më pëlqejnë më shumë flokët e gjata. Kur shikoj veten tek videot me flokë të gjata bjonde, se bobo si kam prerë. Për të prerë jo, po për ngjyrën më jep një mendim. Ti bëj sërish shumë qershi apo ti bëj bjonde? Unë them bjonde më mirë, po nuk e di si do ja bëj. Shikoni sa më janë zbardhur këtu. Shumë. Ju pres të komente për mendimin.
Kur nuk kemi kërkuar për fundin e Olës dhe nuk i gjetëm në asnjë vend. Kemi parë ndoshta në 6-7 vende. Nëse nesër do shikojmë as i gjeti këtu dyqane që kanë këtu rrotull dhe shtëpia, nëse nuk gjej pastaj nuk e di çfarë do bëj. Tani do bëjmë mbylljen e vlogut këtu. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të qemi si gjithmonë në videon e radhës. Mua, ju puth dhe u përqafoj të gjithë. Qemi në videon tjetër. Bye. Prit. Bye. Kjo është flutra që përdor fjalët e bukura që na gjumi sytë e zes i tho prindëre mi mëngjes shko në kopësh me dëshirë i tho gjyshet ditën e mirë kur da bon ple me ka dal te lutë mami më fal ku e thret për do një gjë për të ndro edhe jo ha qupe mirë s'ke që thua se një fare fjallës dua Paqim Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.